në xhenet ai I cili nuk ka namaz, se shahadetja qelsi xhenetit mirë, po çdo qels ka dhom. Dhomi kryesor I qelsit të xhenetit është namazi. Këtë nuk me tham unë, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ka thot pejgamberi Allah, e para çështje që musliman kanë me humbën gjikimin, në mëramën çështje të islamit kanë me humb namazin. Nëse humb namazin nuk ngel islam në to. Të dallimi mes neve dhe muslimanëve pejgamberi Allahu ta shlonja namazit, Allahu na ruaj. Këto arsyetohen pse? A dini pse po arsyetohen këto? Pse se din çka haxhi dhe umra, se qabja prishën arrënu. Pse nuk din ato çka namazi, se Kurani është ngrit, nuk ka hoxhallar, nuk ka dietar, s'kan ku me mësu dhe këto janë të arsyetuar. Ndërsa sot e ke për plot me hoxhallar dhe me dietar, për plot xhamia dhe ato ndërsh, për plot Kurana dhe musafa. Mi për ne ata të cilët I kena bon zullum vetës ton, e Allahu nuk ban pa drejtësi dhe zullum.